rruga e lagjes dhe D, i vdekurin njallët, për zdyti. Për arsye se nga lëkundit e tepërta që i bën arkivolja makina, ai njallët për së dyti. Aq keq është. Ku rrugët e devet nuk ka asnjë lloj shpenzimi që të bësh një shpenzim të madh, nuk mund ta bësh sepse e ka materialin në vend, e ka bazën të ashtu, as vetëm i kanalizim don, anë një shtrim, asnjë tjetër. Për kaq ka mbetur? Për aq. Si puna edhe kësaj rrugës tjetër? I mi mbetë rrugë burro. Për aq. Po, ja tam. Kurse këtë tokat nuk na del kosta. Jenë kosta del zero. Një grurin del kosta për 400 për 450, ti nuk të del kosta as me 300 jo. Me 300 lekë, del me humje. Gruri. Pra te gruri jeni të humbur. Të humbur. Po pse vjen malli huaj asi? Kush e ul çmimin? Çmimin tashi e ulin nga mallet e huaj. Vjen nga mallet e huaj e ulin. Malli serb. Serbe bëhen serbe gjithmonë në këtu bëhen. Kështu që edhe ka lagje ukajt, janë të lagjes ukajt këtu, le të flasim vetë për të lagjen këtu, por lagjen e D është për të qenë hallin. Për aq sa për i kilometër rrugë, i kilometër kanalizim. Ne do shkojmë pak më vonë tek lagja e D, sepse me gjithë të shi e kemi edhe të pamundur, po t'ja kalojmë edhe një banori që është te kjo zonë të fshatit Tuka. Ja, edhe këtë zotërin. Ju përshëndes për ardhen që na keni bërë këtu. Unë jam një banor i fshatit